Rrisni natën në gjumë, ja si t'i jepni fund këtij problemi. Gërritja është një problem që prek njerëz në mbar botën. Zhurma e bezdishme e gërritjes gjatë natës pris gjumin e çdo personi me të cilën ndani dhomën. Gërritja ndodh gjatë thithjes së ajrit nga rrugët e frymëmarrjes. Zakonisht gërritja konsiderohet si një çrregullim i gjumit ose sipas institutit mund të ketë pasoja serioze mjekësore dhe sociale. Por, sipas ekspertëve, kemi renditur disa mënyra natyrale që mund t'ju ndihmojnë në këto raste. Kamomili. Ai ka veti anti-inflamatore të cilat rrjedhimisht ndihmojnë në ndalimin e gërritjes. Qetëson nervat e muskujve të fytyt dhe ju ndihmon të flini më mirë. Merrni një lugë çaji me lule kamomili dhe hidhni në një xhezve me ujë të vluar. E lini për 15 minuta dhe më pas mund ta konsumoni atë sipas nevojës. Përdorimi i mendrës së vajit të ullirit, gjithashtu edhe shafranit të Indisë dhe lëngut të hithrave mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga gërritja në gjumë.